800 metra larg spitalit të Durrësit, pra në rrugën Aleksandër Goga, tek Billa në spital, disponojmë një apartament 1+1 përshitje në 14 me ashensor, në të cilin sapo janë ndërzuar çelësat komplet pallatit. Tu jemi tek balkoni i apartamentit, i cili është tepër i boshëm, siç më duket nga pamjet, orientimi i cilit është lindje jug-perëndim, pra ka dritë dhe ndryshim natyral gjatë gjithë ditës, në të cilin kemi akses tek ambienti i dhomës ndenjes bashkë me këndin e gatimit që është disi i veçuar. Nga ana tjetër kemi dhomën e gjumit, e cila është me orientim perëndim. Dhe në hyrje kemi pjesën e tualetit, pra dera e re, dera e blinduar, dhe tualeti i cili është tepër i boshëm, që mund të kthehet edhe në dhomë tharje dhe tualet. Ky apartament ka një sipërfaqe prej 74 metra katror, është lënë qëllimisht në këtë gjendje, pra që ju mund vini të zgjidhni paka sipas dëshirës dhe modelit që preferoni, dhe është në shitje për një vlerë prej 77.000 euro. Për gjithë ju që po kërkoni një apartament 1+1 në ndërtim të ri, ju mirëpresë të më kontaktoni. Faleminderit.